Për sikur vetëm në një pjesë kur zhvilloheshin përmarrjen e Luganskut edhe të zonave të Bakhmutit, është përdorur sasi municionit, bombardimi sa që përdorur në gjithë luftën e dytë botërore, më duk në fakt si pak e egzageruar. Jo, nuk është e egzageruar, por dhe them që me kapacitetet sot me industriale që ka Rusia dhe që ka Ukraina, më duket e harritshme kjo, krahasuar me 80 vjet përpara. Rusia ka përdorur më shumë kapacitet sepse Rusia ka pothuajse 1 vit e gjysmë 2 vjet që ka futur në përdorim ato që quhen bombat fluturuese. Pra ka disa bomba të vjetra sovjetike të prodhuara në kohën e Bashkimit Sovjetik. Ato janë bomba 500 kg, 1000 kg, 1500, 2000 dhe 3000 kg. Dikur do kanë qenë bomba me rënje të lirë, pra avioni duhet vinte mbi objektiv që të çonte bombën. Tash çka kanë bërë rusët? I kanë marrë, i kanë vënë këtyre bombave një motor. I kanë vënë krah, i kanë vënë edhe GPS. Edhe Elshoj, në fillim këto e kishin distancën 50 km, pastaj e bën 70 km, tash e kanë bërë 200 km dhe janë duke eksperimentuar to 2 javë të fundit një bombë deri në 400 km. Pra e lëshon avioni bombën në territorin rus dhe e shkon 400 km dhe godet, po bombë 3000 kg. Pra përdoret kryesisht për gjitha llojet e fortifikimeve. Dhe 3000 kg bombë ai shkatërron gjithçka aty ku të bjeri. Dhe duke përdorur këto sasi bombash, e kanë kaluar atë shifër që thoni, edhe në kryesisht ajo është përdorur në qytetin e Kupianskit. Kupianski ka qenë një nga zonat më të fortifikuara në gjithë linjën e fortifikimit. Mendohet që tash është një Kupianski ra. Ah, ka rënë. Kupianski ra javës që shkoi. Përfundimisht e morën rusët Kupianskun. Okej, kush janë dy, Siverski dhe Limani janë ato që thonë që janë dy kështjella të pathyeshme? Limani pothuajse ka në rrethim, Siversku është rrethuar, ka hyrë në një xhep kështu taktik. E pathyeshme ka qenë, konsideroj Pokrovski dhe Mirnogradi, Pokrovski ra, Mirnogradi akoma nuk ka rënë, dhe tashmë më e pathyeshme në gjitha është Guliopolje, pa. Kjo Guliopolje ka rënë Pokrovski, është sigurt? Po, Pokrovski rusët aktualisht kontrollojnë 85% të Pokrovskit, pa është i marrë, nuk ka. Guliopolje është zona më e fortifikuar aktualisht kjo. Se është edhe korridori kryesor që sjell të gjitha dhe lidh Khersonin, lidh Zaporizhën, del në Dnjepr e gjitha pra. Në momentin që bien këto, gjitha ato janë pikat e fundit të fortifikuara. Ka mbajtur edhe pastaj mbetet Izumi, mbetet edhe një qytet tjetër. Për teori Kivit është edhe një qytet tjetër, dhe pasi bien këto pika të fortifikuara, nuk ka më pika të fortifikuara, dhe prej aty pastaj, edhe deri në lumin Dnjepr është vetëm fush, nuk ka as fshatra më as pra është totalisht terren i pashur. Dikur një analist geopolitik thoshte, nuk ka rëndësi për rusët 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, por ata do marrin Kievin. Do të kemi një gjë parasysh. Tek çështja e kohës, po, udhëheqja politike ruse kur shpalli operacionin special nuk i ka vënë kohë shtabit përgjithshëm. Pra i ka vënë vetëm detyra strategjike, po jo kohë. Pra kjo është ato, dhe kohën le ta marrin sa duan, për arsye sepse për të kursyer jetët e njerëzve. Pra nëse do vësh kohë, do angazhosh njerëz. Nëse do vësh kohë, atëherë do kalosh nga operacion special, do kalosh në luftë, sepse ndryshimi midis operacionit special dhe luftës është që ti nuk bën në luftë, ti je i detyruar të bësh mobilizim të përgjithshëm. Kurse këtu ti nuk bën mobilizim të përgjithshëm, është operacion special dhe mobilizimi është baza vullnetare. Normal që bazat vullnetare janë shumë të mëdha në Rusi sepse ka vënë incentive të mëdha. Pra ai në moment që ti nënshkruan një kontratë për të vajtur në luftë në Ukrainë, kontratat janë 1 vjeçare. Pra, kontrata me vogël është 1 vjeçare, të japin 10.000 euro cash çekun që ta lësh në shtëpi. Rroga është 2.500 euro në muaj. Plus ka bonuse gjatë gjithë kohës, pra për çdo pozicion që merr, për çdo avancim që bën, për çdo tank që prish, për çdo makinë, ti ke bonuse të ndryshme dhe në fund i bie që një ushtari të marrë diku rreth 5 deri 6.000 euro në fund të muajit me gjitha këto bonuse. Dhe në fund të një viti i shkon edhe 70.000-80.000 euro, po 70.000-80.000 euro në Rusi janë shumë, nuk janë shumë në Moskë, nuk janë shumë në Shën-Petersburg, po janë shumë në Siberi, janë shumë në Vladivostok, janë shumë diku tjetër. Pra dhe nga këto zonat që janë jo edhe shumë të përparuara, ka një masiv të madh vullnetarësh të cilët po shkojnë në këtë luftë. Normalisht që për të kursyer numrin e ushtarëve, ata çfarë bëjnë? Aktualisht ka diku midis 40 dhe 50.000 vullnetarë në muaj që regjistrohen, por kapacitetet e trajnimit nuk e kalojnë 30.000-shin. Dhe rusët marrin midis 20 dhe 30.000 në muaj sipas nevojave të tyre. Plus edhe çështja e trajnimit, sepse çështja e trajnimit tashmë aktualisht me përjashtim të rekrutimit të fazës së parë që ishte në shtator vit 2022 që u morën 300.000 veta dhe u bën vetëm 3 muaj stërvitje, tashmë numri i stërvitjeve lëviz muajve të stërvitjes lëviz nga 4 deri 6 muaj. Pra pa 4 deri 6 muaj ata nuk shkojnë në vinë e frontit. Kurse në krahasim me Ukrainën që i stërvitet vetëm 2 javë.
Sepse s'ka kapacitete stërvitje, nuk ka baza trajnimstri, sepse kudo që ti grumulloj, çdo grumbullim i forcave ukrainase mbi kompani e lartë, goditet nga rusët. Pra është e pamundur që të bëj trajnim. Plus në këtë luftë i duhen oficerat, i duhen në terren. Dhe ka shumë pak oficerë, sepse neve themi nuk matet lufta vetëm me ushtar. Pra lufta ka sasi dhe cilësi. Sasia është ushtari, cilësia është oficeri dhe arma. Cilësia ka rënë në mënyrë drastike për arsye se të gjithë këta oficerë, nën oficerë të cilët kishin krijuar eksperiencë po vdesin në këto 3 vite gjysmë, sepse Ukraina nuk bën rotacion. Sepse nuk ka kapacitetet të bëjë rotacion. Kurse rusët bëjnë rotacion 6 muaj një brigadë, 6 muaj një batalion, pra bëjnë gjatë gjithë kohës rotacion. Dhe ky rotacion i mban të freskët ushtrinë. Gjithashtu kam dëgjuar që ka shkuar filan divizioni motorizuar, filan brigad parashutiste, filan këta janë ushtarë të rekrutuar, janë ushtarë të shërbimit të Jo, nuk janë ushtarë të shërbimit detyrueshëm, për arsye se ligji rus e ndalon që ushtarët të shërbimit detyrueshëm të shërbejnë në jashtë territorit të Rusisë. Pra nuk dalin dot jashtë territorit të Rusisë. Vetëm ata që janë me kontratë. Ushtarët profesionistë. Po, ushtarët profesionistë. Ushtria ruse ka aktualisht 1.500.000 forca aktive, pra që nga ushtari deri te generali te shefi i shtabit të përgjithshëm, dhe nga këto 1.500.000 forca, 850.000 forca janë forca profesioniste, pra me pagesë. Kurse pjesa tjetër janë forca kështu. Janë ushtar të shërbimit detyrueshëm edhe personel që shërben. Dëgjova një shifër, është ushtria që ka personelin më shumë personel femër, 30%. Në ushtrinë ruse janë femra. Nuk kuptohet, nuk besoj që janë të vijës parë që çonë në fond, po aktualisht nuk është e 30%, është diku aty afër, varion midis 22 dhe 25%. Ndoshta se kam pikë. Bëjnë detyra të ndryshme, aktualisht ka lejuar gjithë ato që janë me pagesë të jenë edhe në vinë e frontit në rast se duan. Por në vinë e frontit do bëjnë detyra të ndihmës së shpejtë, ndihma mjekësore, gjëra të tjera, pra jo direkt të luftimit në vinë e parë, pra nuk i fut në çështje të luftimit për arsye të lëvizshmërisë që kërkon sot kjo luftë, për arsye se ushtarët sot lëvizin në grupe nga 3-4 veta. Dhe lëvizja duhet të jetë e shpejtë dhe femrat edhe nga konstrukti nuk mundet, pra ti mund të kesh një femër që mund ta bëjë 100 më shumë se 1000 meshkuj edhe se 10.000, pa është diçka e rrallë. Kurse në përgjithësi pjesa tjetër nuk e bëjnë dot. Akoma se ka kaluar ndonjë femër poshtë 10 sekondë. Kështu që prandaj nuk i kanë futur për arsye se duhet lëvizur shpejt dhe duhet lëvizur me pajime dhe duhet lëvizur me kod gjatë, për arsye se tashmë kemi në këtë pavarësisht kjo që na duket neve është vije fronti që themi neve kjo pika e kontaktit, ama në këtë vijën e kontaktit, këtë pikën e kontaktit që ne e shohim këtu, është një zonë ngri e gjitha. Është një zonë ngri që diku lëviz 2 km, diku lëviz 40 km. Kjo është zona gri. Dhe në këtë zonë ngri lëvizin të dyja forcat, dhe në këtë zonë ngri do të lëvizësh në mënyrë të shpejtë, sepse gjatë gjithë kohës ke drone. Ti mund të kesh për shembull në 1 km/h, në 1 km/h mund të kesh 10 ushtarë ndërkohë që i ke 1000 dronë. Në 1 km/h. Pra